2.800 ton mbetje të rrezikshme të kompanisë Kurum që u kthyen nga Tajlanda një vit më parë, ende mbahen në Porto Romano. Të martën opinioni publik mësoi nga hetimet e prokurorisë së Durrësit dhe dali rezultati të analizave të kryera në një laborator të specializuar në Itali se mbetjet janë të rrezikshme. Po ndërsa prokuroria lëshoi 33 urdhër arreste për përgjegjësit për këtë skandal mjedisor, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 20, për fatin e kontenierëve me mbetje ende nuk dihet gjë. Autoritetet nuk kanë dhënë një zgjidhje se çfarë do të ndodhë me to, nëse do trajtohen apo asgjësohen dhe kur e si mund të ndodhë kjo gjë. Pas hetimeve dolën në dritë shkelje të legjislacionit mjedisor nga kompania Kurum, kompania Sokolaj që bleu mbetjet, por dhe nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Dogana e Durrësit. Në një njoftim për shtyp, policia e qytetit Bregdetar dha sot zyrtarisht detaje mbi operacionin e koduar Ekotoksik, duke konfirmuar se janë ekzekutuar 20 masa sigurie të caktuara nga gjykata e Durrësit për vepra penale në fushën e kontrabandës, menaxhimit të mbetjeve, falsifikimit të dokumenteve dhe pastrimit të produkteve të vrimtarisë kriminale. Operacioni është zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës në bashkëpunim me atë të Tiranës dhe Elbasanit, në drejtimin e prokurorisë së Durrësit, ndërsa vijon puna për kapjen e 13 shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim, të cilët nuk u gjetën në banesat e tyre gjatë ndërhyrjes. 7 masa sigurie u lëshuan për përfaqësues të kompanisë Kurum, ndërsa arrest me burg është caktuar për 2 administratorë turk, të cilët rezultojnë ende në kërkim. Burg është caktuar dhe për pronaren e kompanisë Sokolaj, Gjovana Sokolaj, dhe ish administratoren Olizana Pemati. Kompania më 1 gusht 2023 kishte blerë mbetjet nga Kurum për t'i eksportuar me përshkrimin oksid hekuri, eksporti të cilës është i lejuar, pasi nuk konsiderohet i rrezikshëm. Masa sigurie janë lëshuar dhe për zyrtar të Doganës së Durrësit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Nga analizat e kryera në Itali, rezultoi se mbetjet i përkasin kategorisë së plurit të furrës elektrike dhe janë me përmbajtje të lartë metalesh të ndryshme, të konsideruara si të rrezikshme nga legjislacioni shqiptar dhe ai ndërkombëtar.